Në paketën e ardhshme fiskale të vitit 2016, financat kanë parashikuar që të rriten taksat e siguracioneve që paguajnë mjetet motorike. Kështu sipas paketës fiskale të vitit 2016 që është në proces diskutimi me misionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar që kanë bërritur në Tiranë, parashikohet që të rritet masa e taksës së primit nga 3% në 10% për të ruajtur nivelin e të ardhurave nga heqja e TVSH-s, ku deficiti është 780 milion lek. Sipas përllogaritjes që kanë bërë financat, efektet plus në buxhet do të jenë 450 milion lek për të rikuperuar gropun që u krijua nga paketa 2015. Me këtë ndërhyrje të financave në paketën fiskale, duke rritur taksën e primit të shkruar, pritet që çmimi i siguracioneve të jo jetës dhe pronave të paluajtshme të pësojë rritje pas 1 janari 2016. Aktualisht në vendin tonë qarkullojnë rreth 400.000 automjete dhe sot siguracioni paguhet në bazë të fuqisë motorike të mjetit dhe vitit të prodhimit. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka qenë kritik me qeverinë për sa i takon mbledhjes së taksave dhe luftës së evazionit, por tashmë mbetet për të parë se çfarë do të dorëzojë ky mision në tavolinën e ministrit të financave Shkëlqim Cani.